opozitës për Glauko Njufcën, apo? Tash në situatën në të cilën jemi, pas mos arritjes së një konsensusi për një kandidat konsensual, por edhe përkundër gatishmërisë sonë që të ofrojmë mundësinë për të dhënë nënshkrimet për dy parti të cilat nuk kanë numrin e mjaftueshëm të deputetëve që as të bëjnë propozime. Ne kemi vazhduar fillimisht me propozimin, gjithsesi nominimin e nënkryetarit të lëvizjes, zëvendës kryeministrit, ministrit të punëve të jashtme zotit Konjufca, si kandidati nominuar për president, dhe që nga momenti i nominimit të zotit Konjufca, ne kemi lënë kohë që nëse ka vullnet gatishmëri qof nga LDK-ja, qof nga PDK-ja, qof nga të dy partit bashkarisht, të ofrojmë mbështetjen me anë të nënshkrimeve nga ana e deputetëve tonë, që të kemi edhe një kandidat tjetër përpara përmbylljes së afatit për të filluar procesin për zgjedhjen e presidentit. Meqense se nuk pat një gatishmëri të tillë, në mënyrë që ne të fillojmë procedurën edhe të marrim përsipër edhe obligimin tonë kushtetues si deputet, jo vetëm për të iniciuar procedurën, por siç e keni pa, deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe partnerëve të saj ishim në sallë me 5 mars, ne nominuam edhe deputeten doktoreshen Fatmire Mullhaxha Kullçaku në mënyrë që të plotësohet kriteri kushtetues që të kemi së paku 2 nominime në mënyrë që të fillohet procedura. Edhe njëjtë qysh janë dhënë nënshkrimet e Fatmire Mullhaxhës, njëjtë janë ofru Vjosa Osmanit, apo për me qenë kundër kandidate e Glauko Njufcës? Tani ashtu si që kemi bërë, domethënë, është e ditur tashmë, edhe nuk ka as kundërshtime, as dilema në lidhje me këtë punë. Ne kemi besuar që nënkryetari jonë, zëvendës kryeministri Glauko Njufca, ka mundësit më të mëdha dhe mbështetjen më të madhe në mesin e deputetëve dhe ka një garanci më të madhe që të përmbyllet suksesshëm ky proces. Kjo edhe për diskutimeve tona të brendshme edhe me deputetët, por edhe për deklaratave publike të vitit të kaluar, ju kujtohet besoj të gjithë dhe situata kur ne nuk arrinim të konstituonim kuvendin për shkak të mos pjesëmarrjes së partive tjera në kohën kur do me thonë propozonim zënjën Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit, dhe atëherë kemi pa deklarata publike të deputetëve edhe të PDK-s edhe të LDK-s, që sikur të nominohet zoti Glauko Njufca, ne edhe mund të ofrojmë mbështetje për të. Pra kanë qenë disa arsye, ne kemi qenë të bindur që zëvendës kryeministri, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, zoti Glauko Njufca, do të ketë një numër më të madhe të votave gjithsesi mbështetjes së deputetëve. Gjithsesi, në diskutim me presidenten, zonjën Osmani, ne i kemi ofruar edhe zonjës Osmani që të ofrojmë domethënë 30 nënshkrime dhe ta nominojmë edhe zonjën Osmani, kjo edhe për faktin që të sigurohemi që e përmbyllim suksesshëm këtë proces të përzgjedhjes së presidentit edhe shmangim edhe një parë zgjedhje të reja, sepse